Deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës kanë lënë në tavolinat e deputetëve të lëvizjes vetëvendosje nga një letër me thirrje për respektimin e kushtetutës dhe konstituimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Letrat janë vendosur gjatë seancës së thirrur nga PDK-ja në kuadër të kërkesës së saj që seanca konstituive të vazhdojë çdo 48 orë deri në përfundimin e procesit të konstituimit të Kuvendit. Deputetët e LVV-s sërish nuk morën pjesë në seancë, ndërsa PDK-ja përsëriti akuzat se partia që ka marrë shumicën në zgjedhjet e fundit, por refuzon ta marrë përgjegjësinë kushtetuese për krijimin e institucioneve. Kushtetuta është mbi partinë, Republika është mbi liderin politik dhe mandati qytetar mbi urdhrin politik, thuhet ndër të tjera në letër. Ndërkohë të njëjtën edhe në ditën e 6, grupi parlamentar i PDK-s doli para objektit të qeverisë, duke i kërkuar kryeministrit në detyrë Albin Kurti ta lirojë zyrën. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ritheksuar thirrjen ndaj udhëheqësve politik të Kosovës që të bashkëpunojnë për formimin e institucioneve në përputhje me kushtetutën dhe vendimet e gjykatës kushtetuese. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit tha se udhëheqësit politik duhet të punojnë së bashku për tejkalimin e ngërçit institucional. Ky ngërç i vazhdueshëm politik po rezulton në mundësi të humbura për Kosovën. Është koha që udhëheqësit t'i japin përparësi progresit dhe stabilitetit në të mirë të gjithë qytetarëve, tha zëdhënësi. Kjo është thirrja e dytë e ngjashme e bërë nga pala amerikane brenda pak kohësh, pasi kërkesë të ngjashme për bashkëpunim kishte shprehur edhe ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë me 12 gusht. Policia e Kosovës do të mbajë sot me 20 gusht konferencë të jashtëzakonshme për media ku pritet të jepen detaje për operacionet e zhvilluara në disa lokasione në veri të Mitrovicës. Konferenca do të mbahet në ora 16 në qendrën e njësive speciale Enver Zymberi në Mitrovicë. Sipas njoftimit të policisë, gjatë operacioneve janë gjetur dhe konfiskuar një sasi e konsiderueshme e armëve, municionit, uniformave dhe dëshmive të tjera relevante, të cilat do të ekspozohen para mediave. Në konferencë të jepën gjithashtu informacione lidhur me veprimet policore në rastin e krimeve të luftës ndaj popullatës civile, për të cilin janë duke u zhvilluar veprime në disa lokacione të dyshuara në Zubin Potok. Në konferencë do të marrin pjesë edhe Ministri i Punëve të Brendshme Xhelal Speçla dhe Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Kosovës, Kolonel Gazmend Hoxha. Prokuroria themelore në Pej ka ngritur aktakuzë ndaj Mahmut Hoxhait për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprat penale, vrasje e rëndë mbetur në tentativë dhe mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të pa autorizuar të armëve, të parapara me kodin penal të Republikës së Kosovës. Sipas aktakuzës, me 17 tetor 2025, rreth orës 16:15 në rrugën Miftar Zeqa në Pej, i pandehuri M.H, dyshohet se nga hakmarrja ka ndërmarrë veprime me qëllim të privimit nga jeta të 3 personave, përkatësisht B.G, A.G dhe B.G, duke vënë në rrezik edhe jetën e të dëmtuarit A.U. Nga të shtënat me armë zjarri, sipas aktakuzës, kanë pësuar lëndime të rënda trupore i dëmtuari A.U, i cili ishte drejtuesi i automjetit, si dhe i dëmtuari B.G, ndërsa është rrezikuar jeta edhe e të dëmtuarve B.G dhe A.G. Gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 35 vatra zjarri në territorin e Shqipërisë, nga të cilat 5 vijojnë aktive dhe 3 mbahen nën kontroll, bëri të ditur Ministria e Mbrojtjes. Për përballimin e situatës janë angazhuar 382 forca operacionale dhe 40 automjete zjarfikse, ndërsa në mbështetje të operacioneve, forcat e armatosura kanë angazhuar 90 efektiv dhe 3 helikopter të forcës ajrore. Në Dajt, Tiranë vijon puna për shuarjen e zjarrit me mbështetje e 30 efektivëve të forcave të armatosura. Autoritetet shqiptare thonë se nuk ka rrezik për zonat e banuara, ndërsa vatra e Priskës është nën kontroll.